Analisti i njohur Fatos Lubonja e gjykon si gru shteti draftin e kushtetutës së re që kanë hartuar ekspertët e nivelit të lartë për reformën në drejtësi, duke analizuar në detaje draftin në një analizë të publikuar në të përditshmen Panorama. Lubonja shpreh se reforma që po propozohet përfaqëson një kapje të sistemit të drejtësisë nga pushteti aktual politik. Formula e zgjedhjes së anëtarëve të rinj të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë sipas Fatos Lubonjës, me 3/5 e votave të deputetëve në kuvend, rrit peshën specifike të politikës në këto zgjedhje. Kjo ndikon në mënyrë kapilare dhe në zgjedhjen e institucioneve të tjera të drejtësisë, duke përmendur këtu zgjedhjen e anëtarëve të gjykatës së lartë. Edhe pse drafti al zgjedhjen e anëtarëve të saj presidentit, këta të fundit propozohen nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, i zgjedhur sipas një formule me peshë të spikatur politike. E njëjta formulë përdoret edhe për krijimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Prokurori i përgjithshëm nuk emërohet më nga presidenti me pëlqim të kuvendit, por me propozim të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga 3/5 e deputetëve. Prokurori i përgjithshëm ishte hequr e drejtë emërimit të prokurorëve të tjerë, kompetencë që ka marrë Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Figura e presidentit, shkruan Lubonja, bëhet më e parëndësishme, ndërsa forcohet prirja e përqendrimit të gjitha pushteteve te kryeministri. Analiza e Lubonjës shkon dhe më tej kur ai përmend se në draft janë futur disa pika ku thuhet se gjyqtarët mbajnë përgjegjësi disiplinore para ligjit, po kështu dhe prokurorët, dhe sipas tij kjo krijon ndjesinë sikur drejtësia është futur në bankën e të akuzuarve dhe po jepen dënime dhe kërcënime. Këtë e përforcon sipas tij dhe neni 147, ku flitet për Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë, që do merret me hetimin e shkeleve disiplinore dhe ankesave kundër gjyqtarëve apo anëtarëve të KLG-s dhe KLP-s. Inspektoriati me 5 vet, 3 nga gjyqësori dhe 2 nga prokuroria, emërohet po nga kuvendi me formulën 3/5. Edhe kryeinspektori, nëse nuk arrihet që 5 anëtar ta zgjedhin me 2/3, ai zgjidhet me shumicë të thjeshtë sipas formulës politike nga kuvendi. Madje në ligj përcaktohet se ministri i drejtësisë merr pjesë si vëzhgues në mbledhjen e inspektoriatit. Edhe pse Venecia, shkruan Lubonja, zbuti rolin e ministrit si superinspektor, sërish kjo dobëson drejtësinë në raport me pushtetin politik. Por sipas analistit, lepuri flet diku nga fundi i draftit, në një aneks të posaçëm të titulluar Masat për të fituar besimin, ku thuhet se çdo gjyqtar dhe prokuror do pastrohet nga një jashtëquajtur komision i pavarur kualifikimi. Po kush e zgjedh këtë inkwizitor, shpreh Lubonja, sërish kuvendi me 3/5. Edhe vëzhguesit e huaj që parashikohen këtu, sërish e njëjta dorë Këshilli i Ministrave. Dhe në këtë kushte për analisti Lubonja, operacioni mbi quajtur reforma në drejtësi krijon kushtet e një grushti shtetit të një gjendje të jashtëzakonshme, që evokon situata ku li nevoja e krijimit të organeve me fuqi të jashtëzakonshme deri në konsolidimin e pushtetit të fuqishësve. Madje Lubonja thosë se një rrezik të tillë ka parashikuar edhe Komisioni i Venecias, ku në një koment të saj shkruan se duhet mbajtur mend se një zgjidhje e tillë radikale do ishte pa vend në kushte normale, sepse krijon tensione të jashtëzakonshme brenda gjyqësorit, destabilizon punën e tij, rrit mosbesimi publik te gjyqësori, krijon rrezikun e kapjes së tij nga forca politike që kontrollon procesin. Edhe sikur Edi Rama të kishte zbritur nga qielli në vitin 2015, edhe sikur partia që ai drejton të ishte përbërë vetëm nga njerëz idealist, një kapje e drejtësisë nga një forcë politike do të ishte rrezikshme, edhe jo më kur kemi parasysh se kjo parti përbëhet nga banditë dhe kryebanditë të vjetër edhe të rinj që nuk kanë lënë gjë pa bërë, që pas vitit 1991, madje para këtij viti, ata ndërkombëtar që mbështesin këtë grusht shteti, ato mision të turpshëm antidrejtësi, nëse nuk janë në presionin e dobingjeve të Ramës brenda dhe jashtë vendit, duhet i përgjigjen pyetjes: a mund t'i besohet drejtësia një partie dhe kryetari që për të marrë pushtetin mbushi Partinë Socialiste me kriminal si asnjëherë më parë në historinë e Shqipërisë dhe thuajse çdo ditë jep shenja të qarta se vetëm me ligjin dhe të drejtën s'ka lidhje.